A ke pas lidhje para Naimit? Jo. Për me një dhe i vetmi, a? Një dhe i vetmi edhe. Fatmirësisht kom Po, shabu zote. në njeriun e duhur, po. A me nëne herë natë është të të herë? Qështë se kom provu me Naim kam tjetër? Ja. Seriozisht? Jam shumë e lumtur për këtë fakt, o sot sa qetë flaj. Sa mirë edhe veç për një arsye, që veç nuk mundet kërkush me tona, di kur më shen televizorën e që të femën e kum pas Sa vjet e ke njohur Naimin? Prej 84-85, unë jam në lidhje me Naimin. Do me thonë ma shumë në lidhje jo se sa para se kom lindë one. Unë të atë madhe kom lindë këtë. Unë ma shumë vjetë kom të Abazovitët, kom të Naimit, të familja Naimit, se të Brahovitët. A keni e kom pas po një video, a ki jetë shpinë halate për të mirë me një ven, me një... Po më fshat. Po më fshat. Po në prapashkish, po. A i bjen pishman pishman e bukur nuk është shumë e madhe, po është shumë e bukur, po është veni shumë i bukur. Po, tepër i bukur. A kena i pishman jetë? Jo. Nuk jam unë qaq që me thonë... Seriozisht, a? Jo, qaq temperamente që muj me marrë hapa të gabuar, veprime të gabuara, apiden. Edhe unë shumë e re, jom njoftu me Naimin, edhe masanej, gjdo vendim që e ku marrë bashkë me Naimin. Nëse kom mujt me pas do me thonë tentativë për me gabu, me sharu diqka, e kom pas Naimin i cile së më kalon, ja, së më kalon, ose ka thonë që kjo qështu nuk është mirë, bo qështu ideja, propozime, abiten se shko njeri u dështon edhe vjen në Grackë edhe gjatë një projekti. Po. A vë këtane, të realizimin e gjatë një projektit, mandej e diskuton me Naimin, ose me një që i ki rritit edhe e gjimë. E talojmë pak Naimin, po du me të pyet po.